Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në Kongresin e 5 të partisë theksoi rëndësinë e unitetit të shtetit dhe të funksionimit të drejtë të institucioneve në Maqedoninë e Veriut. Ai nënvizoi se BDI është e përkushtuar ndaj legjitimitetit të dyfisht, përfaqësimit të barabartë të komuniteteve dhe thellimit të decentralizimit lokal. Zgjedhja e qeverisë me shumicë të dyfisht badinteri ekzekutiv. Propozojmë që çdo përbërje e re qeverisë të marrë besimin e kuvendit jo vetëm me shumicën e deputetëve, por edhe me shumicën e deputetëve të komuniteteve jo shumicë. Kjo do të sigurojë që qeveria të gëzojë legjitimitet të dyfisht dhe të jetë realisht përfaqësuese për të gjithë etnitë. Ky mekanizëm është garanci për funksionimin e barabartë të shtetit dhe për ruajtjen e kohezionit ndërretnik në nivelet më të larta të vendimarrjes. E dyta, zbatimi i parimit baditerit në gjykatën kushtetuese. Ligjet që miratohen me shumicë të dyfisht në kuvend në bazë të parimit baditerit nuk duhet të rrëzohen në gjykatën kushtetuese pa shumicë të dyfisht edhe në radhët e gjykatësve. Propozojmë ndryshime që do të mundsojnë që vendimet që prekin të drejtat e komuniteteve jo shumicë të mos merren pa konsenzus të ndërsjellë brenda gjykatës. Ahmeti i kërkoi veting të plot dhe hetim gjithëpërfshirës për funksionarët publik të 34 viteve të fundit, si dhe mbështeti masa për luftën kundër korrupsionit dhe oligarkisë. Ai prezantoi edhe konceptin e marrëveshjes kombëtare për përparim, një vizion për zhvillimin ekonomik konkurrues, transformim digjital, administratë efikase, energji të qëndrueshme, arsimi cilësor dhe pjesëmarrjen aktive të rinisë, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës për të gjithë qytetarët. Ahmeti rikujtoi përkushtimin e BDI-s ndaj integrimit evropian, duke theksuar se procesi nuk është vetëm teknik, por garanton stabilitet, siguri dhe zhvillim të qëndrueshëm për vendin. Bashkimi Demokratik për Integrim respekton dhe mbështet identitetin kombëtar Maqedonas në procesin e integrimit evropian, duke vlerësuar se vetëm një shtet i konsoliduar dhe integruar në Bashkimin Evropian mund të ruaj dhe kultivoj identitet kombëtar të popujve këtu. Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë dhe do të mbetet garant i kursit evropian të vendit. Ne kemi marrë vendime të vështira, por të drejta, gjithmonë duke pasur parasysh interesin afatgjat të shtetit dhe të qytetarëve. Ne kemi dëshmuar se dim të udhëheqim me përgjegjësi, me maturi politike dhe me vizion strategjik. Ahmeti i përfundoi me thirrje për pjesëmarrje aktive të rinjve, grave dhe diasporës në procesin shtetformues, duke nënvizuar se e ardhmja e Maqedonisë së Veriut ndërtohet mbi barazi, përgjegjësi dhe unitet. Në këtë kongres, Ahmeti ishte kandidati vetëm, ndërsa u raportua se Ahmeti ka hartuar një listë me emra të njohur që pritet të zëvendësohen me emra të rinj.